Përplasja mes ekzekutivit dhe përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë është vendosur në hapësirën publike, pas reagimeve të njëpasnjëshme lidhur me kërkesën e shoqatës së gjyqtarëve për rritje pagash përmes një padije në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Edi Rama e cilësoi reagimin e Unionit të Gjyqtarëve si një fushat spekulimesh dhe deklaratash të egzageruara, duke thënë se është surprizuar nga toni i përdorur prej tyre. Është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme sulmoni publikisht, të sulmoni publikisht qeverinë, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit të Ministrave, të sulmoni publikisht media dhe t'i akuzoni të gjithë për histeri. Kush jeni ju? Për çfarë histeri e keni fjalën? Sipas tij, gjyqtarët po tentojnë të paraqiten si një forcë politike në publik, në vend që të ruajnë rolin e tyre si përfaqësues të një pushteti të pavarur kushtetues. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që I jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike? Regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot. Në reagimin e tij, Rama theksoi edhe kostot financiare që sipas tij do t'i sillte buxhetit të shtetit rritja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve në nivelet e kërkuara. Që ju kërkoni që për gjyqtarin e shkallës parë, paga të shkojë nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit, paga të shkojë nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkojë 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoi sepse nuk I është bashkuar dhe respekte, nuk I është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Spakut janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju? Debati u zgjirua edhe më tej pas një deklarate nga shoqata e prokurorëve. Kryeministri ironizoi faktin se kjo shoqatë ende e paregjistruar zyrtarisht flet për ulje pagash, ndërkohë që bëhet fjalë për kategorinë më të privilegjuar në piramidën e pagave publike, e cila po kërkon rritje të mëtejshme përmes gjykatës. Pas ka dalë edhe një shoqatë prokurorësh e re, ende e paregjistruar deri tani sipas ligjit, po brenda afatit për regjistrim, e cila ka deklaruar solidaritet me shoqatat e gjyqtarëve, duke kërkuar që të mos ulen pagat. Pra urvati absurde e kategorisë më të privilegjuar të piramidës së pagave të shtetit shqiptar për t'i arritur akoma më shumë pagat vetes në gjyq, tani na del si përpjekje një grupi të diskriminuar nga qeveria për të ndaluar uljen e pagave. Krahas kritikave, Rama premtoi edhe investime konkrete në sistemin e drejtësisë. Ai bëri të ditur që prej afro një viti qeveria po punon për ndërtimin e një poli të ri drejtësie. Kaq e madhe është vëmendja e qeverisë ndaj pushtetit gjyqësor sa prej thuajse një vit tani më po punojnë për të mundësuar ndërtimin e një poli drejtësie si askund në Ballkan, që edhe kushtet e punës së trupës së drejtësisë të jenë njësoj si pagat më të mirat në rajon. Rama I drejton edhe një pyetje shoqatës së prokurorëve, po për shqetësimin e vazhdueshëm si askund në Europë për prezumimin e pafajësisë dhe kthimin e arresteve me burg pa gjyq në një praktikë rutinë, e cila e ka njëllosur Shqipërinë botërisht, duke na rënditur si dele e zezë me bish në kontinentin evropian dhe e kthyer në një subjekt publik shqetësimin e komunitetit të Këshillit të Europës për parandalimin e torturës. A keni ndonjë gjë për të deklaruar?